I dashun publik, të dashun shqiptar, mi mrama. Ka qenë një ditë e gjatë, një ditë pune e plot, ku në Ukrainë jemi duke e hartu një reportazh lidhur me fortifikatat që Ukraina është duke i ndërtu, sa i përket përgatitjeve të mundshme për me u përballë me një ofenziv të mundshme të Komsërisë që dyshohet se është duke u përgatitur nga ana e Rusisë për me ardhur prej vijës kufitare të Belarusisë në drejtim të kryeqytetit Kijevit. Gjithsesi, Rusia është duke e humb luftën masivisht prej ukrainasve dhe ne jemi duke punuar për t'i dokumentuar këto zhvillime dhe për të raportuar e për të informuar publikun gjithanej botës se çfarë është duke ndodhur. Po, si që dini, si që kam thonë, edhe pse jam duke punu si reporter lufte në terrenet të ndryshme për media britanike, unë prap nuk mund të lë temën e Kosovës jashtë vëmendjes time, sepse kemi përveç obligim personal, kam edhe obligim publik e profesional ndaj publikut dhe lexuesve, të cilët janë mbi 17 milion shikime që i sjellin në faqen time në Facebook në muaj, dhe ka tashmë janë rritur mbi 203 abonues me pagesë në kronikat e barutit në gjuhën shqipe dhe rreth 100 të sosh në gjuhën angleze në Gunpowder Chronicles të banë të abonuar me pagesë, por me mirat të tjerë pa pagesë, për kuptohet që verzioni i Gunpowder Chronicles për kronikat e barutit në gjuhën angleze i referohet kryesisht zhvillimeve ndërkombëtare, por me tekste të veçantë e vëzhgon operacionin ekspansionist të Rusisë, i cili është duke u përpjekur që të zgjerohet në Ballkanin Perëndimor me çast duke i kërcënuar sigurinë kombëtare britanike dhe interesat strategjike të Britanisë së Madhe. Po në saj të krejt këtij veprimi editorial dhe strategjive editoriale që ne i përdorim, është gjithashtu qëllimi edhe për me mbrojt interesat kombëtare të Republikës Kosovës. Pa dallim edhe të Republikës Shqipënisë, po për fat keq për momentin kemi limitet fondeve, prandaj vëmendja më e shtuar është gjithmonë rreth Kosovës, duke qenë se Kosova është ende shtet që po kontestohet nga Serbia, e cila është një fuqi e rajonit të Ballkanit Perëndimor, dhe për të cilin Kosova kërcënohet vazhdimisht, por jo vetëm nga Serbia, Kosova është e kërcënuar edhe nga rrjetet kriminale dhe vasale të Beogradit, po të cilat janë mrena Republikës tonë. Ajo që kam la për shtypje sot e po është një reagim të Avdullah Hotit, i cili thoshte dhe paralemronte ose bënte thirrje për të organizuar protesta masive në Kosovë kundër veprimit të drejtë qeveritar për ta anuluar kontratën e gazit rus që ata po e quajnë gazi amerikan. Në saj të krejt këtyne deklaratave të këtyne zotnive që po e quajnë gazin rus gaz amerikan, unë e deshta dhe do t'ju kujtoj gjithmonë këtë material të televizionit Dugagjini, ku thuhet kështu: spionet serb të Beogradit në Kosovë janë sugjeruar që të kthehet, që të theksohet se ambasada amerikane në Prishtinë nuk është e kënaqur me sjelljen e kryeministit Albin Kurti, ndonse vazhdon të mbështesë atë në luftën kundër korrupsionit. Pra është agjendë zyrtare e shërbimit sekret serb për me u përpjek rrejshëm e paraqitë dhe më portretizu qeverinë e Kosovës si qeveri e cila nuk ka mbështetje nga ambasada amerikane, rrjedhimisht interpretimet pastaj shtohen në atë formë që thuhet se gjoja kjo qeveri po i kërcënon marrëdhëniet Kosovë-Amerike. Domethënë, këta njerëz, pit parit deri te Imrami, që po e quajnë gazin rus gaz amerikan, janë njerëz të cilët janë në agjendë të plot me agjendën e Serbisë. Në radhë të parë, të janë nispi Avdullah Hotit, i cili ka qenë zëvendës kryeminist e Republikës Kosovës në qeverinë Kurti Hoti, i cili e ka
kërkuar dhe propozuar mocionin e mosbesimit të qeverisë me kërkesë të Richard Grenellit. Lidhja e Richard Grenellit dhe ndikimi i tij në LDK-n është domethënë i hershëm, është i dokumentuar. Kundër atij veprimi të mocionit të mosbesimit që e ka kërkuar Grenelli ndaj Hotit, për me abo mjashtë i kleçkën qeverisë Kurti pra me bo puç qeveritar, ka qenë edhe BE-ja, edhe ambasadat e Kuintit, edhe ambasadat amerikane me ti. Tasht. Ai e ka zbatu një kërkesë të tillë, Hoti. Duke e ditur se Richard Grenell ka qenë njeri mercenar i Rusisë. Është dëbu nga Gjermania për arsyet e mercenarizmit për Rusin në vitin 2016-2017. Është gjetë duke punuar me Vladimir Plahotniukun e Moldavis, i cili është politikan i besuar, besnik i Moskës, zyrtari i Putinit, dhe me të cilin ka qenë i përfshirë në operacion të përbashkët për me përmbyt qeverinë moldaveze pro-perëndimore. Ka punu për fondacionin Magyar Foundation të Viktor Orbanit të Hungarisë. Ka punu dhe punon për Serbinë, Richard Grenelli. Tash, si pas gjetjeve tona ullumtuese të reja, që kemi botu diku këtë vit, me sa kujtoj, në fillim të vitit, Grenelli po ashtu dyshot se është i përfshirë një skandal seksual me fëmijë në Beograd dhe videomaterialin e atij skandali seksuale kanë rusët në dorë. Prandaj ai është kompromat në duar të Putinit dhe prandaj edhe Grenelli punon për interesat Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Nuk e di çfarë kompromati kanë rusët ose serbët mbi Avdullah Hotin, nuk e di nëse Avdullah Hoti e ka dëshirë këto për me punu për interesat Serbisë. Nuk e di nëse Avdullah Hoti ka strategji politike për me shpërbë Kosovën dhe me vu atë në kthjetët e duart të Serbisë, po cilat do që tjetë kjo formë edhe arsye pse Avdullah Hoti po rran që gazi rus është gaz amerikan. Gjetjet tona ullumtuese dokumentojnë që kompania Control Global është kompani ruse, me emën mbi emër amerikan, me flamur amerikan. Gjetjet tona ullumtuese dokumentojnë që gazin për cilin këta flasin është gaz rus, po ja ambalazhuar si gaz amerikan prej vasalve të interesave të Beogradit, edhe shërtorëve të Grenellit. Prandaj motivet të tyne çka janë këta me mbështet këtë agjendë të Beogradit nuk e din. Po këta, une si gazetar kam të drejtën me bo pyetjen, a jeni ju të listuar në listën e operatorëve të shërbimit sekret të Serbisë? Arsyem se po e bëj pyetje ndaj juve të gjithëve që po e mbështesni gazin rus me ambalazhim amerikan është që kjo. Që ky raport. Janë çto mesazhe që agjentat e Serbisë i kanë marrë pi Beogradit. Çto? Që kjo është. Do më thonë, agjendë zyrtare e Beogradit e dokumentume është me portretizu Kosovën rrejshëm se gjoja është i prish marrëdhënie me SBA-n. Pyetja jeme ndaj juve krejtve që e keni plot gojen gazhamelikan. A jeni të listuar në listën e agjendëve operator të Beogradit zyrtar? Përgjigjuni, se mirë shkon me ditë populli. Mirë shkon me ditë, ta dim bilet ju qesën pi punës, mos ju japim rroga me taksat tona, në t'ju pagu në Serbia. S'kemi nevojë në ju pagu, nëse jeni qështu. Apo merr vesh. Se ju po veproni si spioj serb, po flisni si spioj serb, po e transmetoni agjendën e Serbisë kundër Kosovës. Pra po insistoni, po këmbgulni, po kërkoni me e fut Kosovën në orbitën e Rusisë. Prandaj, mirë shkon me ditë, auto ju pagu Serbia ajo. Përgjigjuni nëse keni mundësi. Kaq për këtë temë, po e mbylli këtu e do të paraqitna në një live tjetër mas 2-3 minutave, për me u folë edhe për një temë tjetër shumë interesante. Edhe pse kjo është shumë rëndësishme, po tema tjetër është po ashtu interesante. Kështu që
Pushoni pak një 5 minuta e hajdini apet se unë paraqit në mas 5 minuta.